Gjan përpiqet t'i shpjegojë Melekut situatën dhe lidhjen e tij me Perihanin, duke i kërkuar që ta dëgjojë dhe të mos e keq kuptojë. Por Melek, e lënduar dhe e mbushur me zhgënjim, nuk pranon asnjë shpjegim. Ajo i thot me vendosmëri se nuk e dëshiron më pranë dhe largohet, duke lënë pas Gjanin të tronditur dhe të pikëlluar nga ftohtësia e saj. Harika e zemëruar dhe mbrojtëse ndaj motrës së saj, përballet me Perihanin, duke e kërcënuar se do ta shkatrojë nëse guxon të prish marrëdhënien e Melekut me Gjanin. Ajo e akuzon se ka sjell trazira dhe dhimbje në familje, por Perihan, pa u trembur, këmbgul se Gjani kishte premtuar martesë dhe se ndjenjat e saj për te janë të vërteta. Nazimi kupton më në fund se Harika nuk është e ashpër me të gjithë, por vetëm me ata që sipas saj e meritojnë këtë sjellje. I penduar për mënyrën si e ka gjykuar më parë, ai përpiqet t'i kërkojë falje dhe të afrohet me të. Megjithatë, Harika ende e lënduar dhe e rezervuar e shmang, duke i treguar se nuk është ende gati që ta falë. Nuhu dhe Sevilai nisën plot lumturi për muajin e mjaltit, duke lënë pas emocionet e dasmës dhe duke filluar një kapitull të ri në jetën e tyre. Të gjithë familjarët i përcjellin me buzëqeshje dhe urime të përzemërta, duke u dëshiruar që të kalojnë ditë të bukura, të qeta dhe plot dashuri në këtë fillim të ri të jetës së tyre bashkëshortore. Meleku e lënduar dhe e zhgënjur, u rrëfen Tasinit dhe sulmues se Gjani e kishte gënjur, duke i thënë se Perihan ishte vetëm një mike. Ajo shpreh se ndihet e tradhtuar dhe tepër e zhgënjur nga ai, pasi kishte besuar në ndjenjat dhe sinqeritetin e tij. Tasin dhe Sumru përpiqet ta qetësojë, por dhimbja në zërin e Melekut tregon se kjo plagë emocionale nuk mund të shërohet lehtë. Gjani shpjegon Tasinit se e kishte mbajtur të fshehtë faktin që kishte kaluar një natë me Perihanin, vetëm sepse nuk donte ta lëndonte dhe mërziste Melekun. Ai pranon se gaboi duke e fshehur të vërtetën, por thot se veproi nga frika për ta humbur. Tasin e dëgjon me qetësi dhe e këshillon se në dashuri, sinqeriteti është gjithmonë rruga më e drejtë. Hikmeti kërkon të takohet me Esatin dhe pas një hezitim, i kërkon pjesën e saj nga paratë që morën gjatë rrëmbimit të Esmas, por Esat me një buzëqeshje ironike i thot se ato para i ka marrë Gjani dhe se është i lumtur që ato përfunduan në duart më të drejta. Kjo përgjigje zemëron Hikmetin, e cila e kërcënon hapur se, nëse ai nuk e sjell paratë sa më shpejt, ajo do t'i tregojë Gjanit të vërtetën për aksidentin ku përfshi Meleku dhe Sevilai. Nazimi mbledh të gjithë anëtarët e familjes për t'u njoftuar se në ndarjen e pasurisë së Shansalanëve, Sameti nuk u ka lënë asgjë tjetër përveç se borxheve të mëdha që kishte grumbulluar. Ai u shpjegon se mënyra e vetme për të shpëtuar nga ato borxhe është që të heqin dorë nga trashëgimia. Por Benjamin, i irrituar dhe i bindur se po mashtrohet, refuzon të pranojë këtë version. Ai akuzon Azimin dhe të tjerët se po përpiqen ta përjashtojnë nga pasuria, duke krijuar një tjetër përplasje të fortë mes familjarëve. Gjan takohet me Melekun për t'i treguar të gjithë versionin e tij të ngjarjes me Perihanin. Ai e pranon se ka pasur një lidhje me të, por vetëm para se ta njihte Melekun, duke theksuar se ndjenjat e tij të vërteta kanë qenë gjithmonë për të. Megjithatë, Meleku nuk e pranon justifikimin e tij. Ajo ndihet e tradhtuar dhe lënduar që Gjan nuk ja kishte treguar të vërtetën që në fillim. Harika i shpreh Sumrus se që nga fillimi kishte dyshuar te qëllimet e këqija të Perihanit dhe nuk ishte besuar tek fjalët e saj të rreme. Ajo gjithashtu i bën të ditur se Perihan ka hapur një biznes agjencie udhëtimesh dhe se ka vendosur të shpërngulet në Kapadokia, duke lënë pas shtëpinë dhe situatat konfliktuale në qytet. Sumru e detyron Perihanin që të shes biznesin e saj dhe i kërkon të largohet menjëherë nga Kapadokia. Ajo i përgjigjet me vendosmëri se për vajzën e saj Melekun do të bëjë të pamundurën që ajo të mos vuajë më, duke treguar se nuk ka ndërmend të dorëzohet lehtë. Benjamin dhe Xhanan ndihen të tronditur dhe në gjendje të rënduar emocionale, duke menduar se do t'u rikthehet sërish jeta e vështirë dhe e varfër. Megjithatë, Sumru ndërryn dhe u jep shpresë duke i udhëruar zyrën e agjencisë së udhëtimeve, duke i ofruar mundësinë të fillojnë një kapitull të ri. Benjamini i lumtur dhe i lehtësuar ndjen një gjallëri të re për punësim dhe për të përballuar sfidat e jetës me dinjitet. Agjencia e udhëtimeve mban emrin e Xhananit, duke e surprizuar atë dhe duke i dhuruar një ndjenjë krenarie dhe emocioni të veçantë. Nga ana tjetër, Benjamini merr një shtëpi që ata kishin ëndërruar prej kohësh, duke i realizuar një dëshirë të madhe dhe duke filluar një kapitull të ri jete.
Halil dhe Hikmeti, tashmë të dy të acaruar dhe të dëshpëruar për mungesën e mundësive për të fituar para, ndjejnë presionin e situatës. Halil e këshillon Hikmetin që të vazhdojë të kërcënojë Esatin, duke u përpjekur të sigurojë një avantazh financiar me çdo kusht. Tasin rëmen Halilin dhe përballet me vendosmëri, ai jep një mësim të fortë për shpifjet dhe mashtrimet që Halil kishte bërë kundrejt gruas së tij, Sumrus. Përmes këtij veprimi, Tasin tregon se nuk do të tolerojë padrejtësi dhe gënjeshtra ndaj familjes së tij. Esati ndjeri i kërcënuar dhe i shqetësuar nga veprimet e Hikmetit, vendos t'i rrëfejë Xhianit të gjithë të vërtetën lidhur me aksidentin. Së bashku ata krijojnë një plan dhe regjistrojnë Hikmetin teksa ajo rrëfen për krimet dhe manipulimet e saj. Esati i mbushur me pendes të thellë i kërkon falje Melekut dhe Xhianit për veprimet e tij të kaluara, duke pranuar me sinqeritet se kishte tentuar të dëmtonte fëmijën e tyre. Duke parë ndjenjat e sinqerta dhe pendesën e tij, Melek e përqafon dhe e fal. Hikmeti, Halil dhe Esati përballen me drejtësinë dhe gjykohen për veprimet dhe krimet e tyre. Të tre marrin dënim me burg, por Esati përfiton një lehtësim për shkak të rrëfimit dhe pendesës së tij, duke u dënuar vetëm me 3 vite. Ky moment tregon se sinqeriteti dhe pranimi i gabimeve mund të sjellin mëshirë dhe një mundësi për të nisur një rrugë të re. Esma me lot në sy, i premton Esatit se ajo dhe djali i tyre do ta presin me dashuri dhe durim gjatë kohës së dënimit të tij. Kur Esati mëson se fëmia që Esma pret është një djalë, emocionet e tij shpërthejnë. Ai ndjen një kombinim gëzimi, krenarie dhe shprese për të ardhmen. Halil kërcënon Esatin duke i thënë se ai do të vuajë në burg, sepse ai njihet nga të gjithë aty, duke bërë situatën të duket e pafavorshme vërtet, por ndodh krejt e kundërta. Të burgosurit shfaqin një respekt të madh për Esatin, duke e njohur si vëllain e Xhianit dhe duke i dhënë një status të veçantë mes tyre. Esma i shpreh falenderimet e saj Sumrus për mbështetjen dhe kujdesin që i ka dhënë gjatë kohës së vështirë. Sumru nga ana tjetër e falenderon Esman duke i thënë se falë saj Esati po bëhet një burr i vërtet. Harika dhe Nazimi pranojnë ndjenjat e tyre të ndërsjellta, duke i dhënë hapësirë një lidhje të re dhe të sinqertë. Kështu midis tensioneve dhe ngjarjeve të shumta të serialit lind një çift i ri, duke sjellë dashuri dhe shpresë të freskët në historinë e familjes. Melek ndodhet në një situatë të vështirë brenda një dyqani argjendarie, kur papritur vendi sulmohet nga një grabitës. Xhian shkon menjëherë për të dalë në mbrojtje gruas së tij, por gjatë përplasjes ndodh një aksident dhe Xhian qellohet. Melek e trishtuar dhe e shqetësuar thellësisht për gjendjen e Xhianit, i lutet me gjithë shpirt të qëndrojë në jetë. Në ato moment, Xhian përmendet. Takimet në burg mes Esatit dhe Esmas fillojnë të bëhen më të ngrohta dhe romantike, ku të dy shprehin hapur dashurinë dhe ndjenjat e tyre të thella për njëri tjetrin. Takimet në burg mes Esatit dhe Esmas fillojnë të bëhen më të ngrohta dhe romantike, ku të dy shprehin hapur dashurinë dhe në burg Hikmet dhe Halil marrin një foto që tregon se Tufan ka blerë hotelin që ata kishin ëndërruar prej kohësh. Fotoja i ironizon ata, duke e bërë një kujtesë e dhimbshme së humbjes së mundësive dhe planeve të tyre. Gjatë ceremonisë së martesës së Tasinit dhe Sumrus, Xhian kap Nazimin dhe Harikën në një moment afërsie, por në vend që t'i qortoj, ai i përqafon dhe i uron të dy me sinqeritet. Nga ana tjetër, Melek përjeton dhimbjet e lindjes, duke sjellë një tension dhe emocion të fortë në ceremoninë që duhet të ishte plot gëzim, por tani përzihet me shqetësim dhe pritshmëri për fatin e fëmijës së saj. Meleku lind një vajzë dhe vendos t'i jap emrin e nënës së Xhianit, një mënyrë për të nderuar kujtimin e saj. Xhian emocionohet thellësisht nga kjo, duke ndjerë një përzierje gëzimi dhe nostalgjie, sepse fëmia mban emrin e nënës së tij të ndjerë. Kjo ishte një përmbyllje e bukur e serialit Zemër e Zezë, i cili mbyllet me një fund të lumtur, duke lënë emocione të forta dhe mesazhe të qarta për dashurinë, faljen dhe unitetin familjar. Shikuesi do të mbeten me ndjenja kënaqësie dhe shprese, ndërsa ne presim me padurim serialin e radhës Të Braktisur, i cili padyshim do të jetë një tjetër sukses i televizionit Klan.